Mes lotësh dhe malli, Shyret e Behluli bën dedikimin më prekës për nënën e ndjerë. Këngëtarja e mirënjohur e muzikës popullore, Shyret e Behluli, ka përkujtuar sot një vit nga ndarja nga jeta e nënës së saj, një humbje e madhe që ka lënë gjurmë të thella në jetën dhe zemrën e artistes. Në këtë përvjetor të dhimbshëm, ajo ka zgjedhur t'i drejtohet publikut përmes një postimi emocional në Instagram, ku ka ndarë disa fjalë prekse kushtuar nënës së ndjerë. Një vit pa ty, por asnjë ditë pa kujtimin tënd. Lotët për ty nuk mi sheh askush, por zemra e di sa mall kam për ty, ka shkruar Behluli, duke shprehur dhimbjen, mallin dhe dashurinë e pafund që vazhdon të ndjej. Ky dedikim I ndjerë ka prekur thellë ndjekësit e saj, të cilët kanë reaguar menjëherë me komente ngushëllimi, lutje dhe fjalë mbështetëse, duke I treguar se nuk është e vetme në këtë dhimbje. Përmes këtij postimi, Shyret e Behluli ka dëshmuar edhe një herë se humbja e një prindi nuk shuhet kurrë, por mbetet gjithmonë e gjallë në kujtime dhe në zemër. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.